Kiara Titos I ndodhe papritura, ja detajet. Ajo është vënë në qendër të një sulmi virtual pasi u bë dhe publikimi I reklamës së saj më të fundit, pasi ajo u zgjodh dhe si imazhi zyrtar I Digitalbit. Në profilin e saj kanë vërshuar shumë komente negative nga profile që me sa duket janë falco. Përdorues të ndryshëm shpreheshin me fjalë fyese kundër saj dhe kundër kompanisë. Ajo zgjodhi mos rri në heshtje por t'i demaskoj këta profile falco dhe tha se komentet me sa duket janë të blera dhe vinë nga llogari falco. Me sa duket nga postimi I saj në Instagramin e saj dhe nga fotografia që ajo ka ndarë shihen profile me emra dhe foto të huaja dhe kanë lënë komente në gjuhën shqipe si e shpifur si reklam, sa kot e tjera. Kiara ka reaguar sot me ironi, duke theksuar se dikush po paguan para për të dëmtuar imazhin e saj. Call centerat që kanë aktivizuar sonte pas reklamës time, tha ajo. Sa lek po harxhoni për këto komentet falco? Më mirë mblidhini dhe bëni ndonjë kur për të shëruar xhelozin, mos I çoni dëmkot, ka shkruar Kiara. Ju si mendoni kush mund t'i ketë bërë këto mesazhe fyese kundër saj dhe kush I do asaj të keqen? Komentoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.